Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rikthyer në SPAK për mangësi e plotësim hetimesh dosjen e Ilir Beqes si ish drejtori i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Për periudhën e drejtimit të Agjencisë së Donacioneve, Ilir Beqja është marrë i pandehur me këto akuza: korrupsion pasiv, shkelje e barazisë në tender, falsifikim dokumentesh, mashtrim në bashkëpunim nëpërmjet tenderve që i kalonte te restoranti i tij në Tiranë. Akuzat janë konkrete dhe me prova shkresore zyrtare, por gjykata e posaçme ka rikthyer çështjen në fazën paraprake të kalimit për gjykim, pasi ka konstatuar mungesë lëndore dhe mos procedim personash të përfshirë në veprat penale, të cilat prokurorja e SPAK-ut Elida Kaçkini duhet i plotësoj brenda datës 30 tetor 2026. E vetmja mungesë në dosjen penale Beqja për korrupsionin me donacionet është mungesa e emrit të ish ministres së turizmit Mirela Kumbaro dhe komikut Ermal Mamaçi. Në procedurën, aktet e hetimit dhe urdhrin e SPAK-ut për arrestimin e Ilir Beqes nuk është përfshirë Mirela Kumbaro, megjithse rezulton se është pjesë paralele dhe bashkëpunuese në vjedhjen e kryer nëpërmjet restorantit Gzona të Ilir Beqes. Përfshirja e Mirela Kumbaros në aferat e Beqes pasqyrohet në dosje, ku SPAK thot se firmës Landways International i është dhënë tender për aktivitetin zyrtar Festa me 3 dhe 5 prill 2023 me temë ardhmja e turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri. Për këtë aktivitet Ilir Beqja akordoi 150.000 euro nga fondet e Agjencisë Shtetërore të Donacioneve, të cilat firma private i ka kaluar te restoranti Gzona Ilir Beqes, ku sipas SPAK-ut shpenzoi vetëm 41.000 euro për një darkë, duke zhvatur afro 109.000 euro. Në muajin mars 2023, paralelisht me Ilir Beqen dhe në pazar me të, për të njëjtin aktivitet zyrtar në restorantin e tij dhe me të njëjtën firmë private Landways International, ministrja Kumbaro bëri tender dhe pagesë fiktive 462.000 euro, megjithse kishte dëni që aktiviteti ishte financuar nga drejtoria e donacioneve që drejtonte Ilir Beqja, por Mirela Kumbaro nuk është marrë pandehur nga SPAK-u, megjithse ka vjedhur 3 herë më tepër se Ilir Beqja vetëm në një tender, në të njëjtën skemë mashtrimi dhe falsifikimi dokumentesh e procedurash tenderimi fiktive. Në fund të muajit dhjetor 2023, SPAK zbuloi se komiku Ermal Mamaçi ka shërbyer si lavatriçe e milionave të ish ministrit Ilir Beqja, duke i lëshuar fatura tatimore false nëpërmjet restorantit të tij Menam për llogaritë të restorantit Gzona dhe për bankete zyrtare që bënte drejtoria shtetërore e donacioneve. Për këtë aferë pastrimi parash, mashtrimi fiskal e tatimor dhe fshehje të ardhurash, Ilir Beqja është marrë i pandehur. Janë sekuestruar telefonat, kompjuteret e dokumentet që janë gjetur në banesë dhe prej 2 vitesh është në paraburgim, ndërsa ish ministria Mirela Kumbaro dhe komiku Ermal Mamaçi nuk janë marrë të pandehur, megjithse gjatë hetimit që bëri Byroja Kombëtare e Hetimit rezultuan bashkautor në veprat penale për të cilat është akuzuar dhe arrestuar Ilir Beqja. Madje aq që përfshirë rezultoi Mirela Furxhi Kumbaro në aferë me Ilir Beqen, sa djalin e saj Tom Furxhi e kishte punësuar shef sektori të kontaktit me donatorët e huaj të Agjencia Shtetërore e Programit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, që drejtohej nga Ilir Beqja. A do t'i plotësoj hetimet prokurorja e SPAK-ut Elida Kaçkini, duke marrë të pandehur edhe ministren Mirela Kumbaro e komikun Ermal Mamaçi si bashkëpunëtor të Ilir Beqes në të njëjtat vepra penale.